Aldo i shpreh ndjenjat Danjës, nuk e kontrolloi dot. Ja çfarë i thot, nëse kishit menduar se ishte vetëm Xhibani që dashurohej, e shëroi sa herë më hape mbyll syt me Danjën, keni gabuar. Së fundmi ka qenë edhe Aldo, i cili ka shprehur ndjenjat e tij për Danjën gjatë një bisede me këtë të fundit. Po dëgjuat mirë, ai theksoi se arsyeja e shkëputjes së tij nga Danja pak kohë më parë erdhi pikërisht për këtë ndjesi që ajo i ngjallte, duke dashur që ta bënte xheloze me Rizardën, teksa kjo gjë nuk është pëlqyer as pak as në rrjet. Aldo dhe Danja patën një bisedë me tone të ulta me qetësi, teksa Aldo ju shpreh ndër të tjera: "Shpresoj ta marrësh me qetësi këtë që do të them, ka disa kohë që po e mendoj. Po thoja më parë se ndjenja linj, nuk e që i bën. Besoj që nga momenti që jemi shkëputur, shkëputja ime ka ardhur për një arsye tjetër, jo sepse pëlqeja Rezin apo dikë tjetër, po sepse papritur fillova të ndjej disa gjëra që s'duhet i ndjeja ndaj teje, gjëra që kalojnë raportin shoqëror, nuk e kontrolloj dot, nuk kam çfarë t'i bëj. Por edhe unë kam parë diçka këti, shikimet e një natyre që mbase, më kupton?" Teksa reagimi Danjës ishte duke qeshur, teksa ajo i theksoi se ka një lidhje jashtë dhe të mos i bëj këto loja me të, e më mirë të zihen duke ju shprehur: "Dëgjoj të vëmë disa pika mbi i, këto lërat e tua mos i bëj më me mua, më mirë më thuaj të zihemi që të marrin vëmendje se sa të bësh gjëra të tilla. Nuk janë të këndshme as pak, aq më tepër që unë e kam deklaruar që në fillime që jam në një lidhje. Nuk mund t'i bësh këto filma me mua", u shpreh Danja, që tha se i shkaktojnë vetëm të qeshura duke mos e besuar as pak Aldon. Mirë po Aldo vazhdoi të këmbgulte se ndjenjat ndaj saj ekzistojnë, por nuk do të bëj asgjë që të t'i kaloj kufirin, duke thënë se vetëm donte të lironte ndjenjat pasi po e mbante për një kohë të gjatë dhe kishte nevojë t'ia thoshte.